Kuvendi me votat e mazhorancës rrëzoi propozimin e gazetarëve dhe të organizatave të medias për dekriminalizimin e plot të shpifjes. Qeveria zgjodhi një tjetër qasje, dekriminalizimin e pjesshëm. Le ta shpjegojmë se çfarë nënkupton kjo. Dekriminalizimi i plot do të thotë se askush që flet në interesin publik, qoftë gazetar, aktivist, qytetar, të mos përballet me ndjekje penale apo me padisë slap që përdoren në fakt për intimidimin. Por, shumica socialiste miratoi dekriminalizimin e pjesshëm me një tjetër formulë. Vetëm gazetarët e regjistruar ose të njohur si të tillë mund të mos ndiqen penalisht për shpifje, dhe kjo vetëm nëse provojnë se janë përpjekur të kërkojnë informacionin e saktë. Kjo në fakt krijon dy probleme serioze. Së pari, pabarazia përpara ligjit. Gazetarët e pavarur, sinjalizuesit, aktivistët dhe qytetarët mbeten të ekspozuar ndaj ndjekjes penale. Së dyti, ky formulim hap një debat shumë të rrezikshëm për lirinë e shprehjes. Kush vendos se cili është një gazetar? Mazhoranca foli hapur për rregullimin e profesionit të gazetarit. Komisioni juaj i nderuar të hartoj bashkë me gazetarët ligjin për profesionin e rregulluar të gazetarit dhe të punojësit të medias. Mbrojtja penale, sipas ligjit të ri, lidhet me një status formal. A do të thotë kjo se shteti përcakton se cili është gazetar dhe cili jo? Kjo është arsyeja sepse organizatat e medias e kundërshtojnë këtë qasje. Në fakt, gazetaria nuk është një profesion i licencuar, ajo është pjesë e lirisë së shprehjes, një drejtë që nuk jepet nga shteti. Kur mbrojtja ligjore kushtëzohet me status, rrezikohen gazetarët e pavarur, mediat e vogla dhe çdo qytetar që flet në interesin publik. Ligji flet për regjistrim, mirë po nuk thot ku, si dhe nga kush do të regjistrohen gazetarët. Siç kemi bërë dikur vite më parë me profesionet në fushën e shëndetësisë dhe jo vetëm, duhet të insistoj që edhe gazetarët dhe gjithë fusha e gazetarisë të kenë një organizim shumë më të mirë dhe të kenë një mbështetje akoma më të madhe edhe nga parlamenti. Në fakt, krahasimi me mjekësinë është i gabuar. Mjekësia rregullohet sepse rrezikon jetën dhe shëndetin publik. Përkundrazi, nga ana tjetër, një gazetar i licencuar nga shteti është më pak i lirë, më pak i pavarur për të informuar publikun. Shteti është subjekt llogaridhënieje dhe detyra e tij e vetme është të mos ndërhyjë tek pavarësia e gazetarit. Standardet evropiane mbështesin vetë rregullimin, jo kontrollin shtetëror mbi gazetarinë.